Përkundër disa nismave institucionale, ende nuk ka një ligj të miratuar që rregullon në mënyrë të plotë përdorimin dhe tregtimin e pijeve energjike për të rinjt. Nga një propozim i bërë që në vitin 2019 për rregullimin e kësaj çështjeje deri në vitet 2023 dhe 2024 nuk është diskutuar në Kuvendin e Kosovës. Sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të doganës së Kosovës, importi i pijeve energjike ka pasur lohatje gjatë viteve të fundit. Në 5 vitet e fundit, në vitin 2022, pra pas pandemisë, kemi nivelin më të lartë të importit të pijeve energjike, rreth 4.4 milion njësi. Gjatë viteve 2023 dhe 2024, shifrat tregojnë për një rënje të theksuar të importit të pijeve energjike, ndërsa në vitin 2025 kemi sërish një rritje të importeve. Kjo do të thotë se pikërisht në periudhën kur është diskutuar ndërmarrja e masave ligjore për këto produkte, është vërejtur edhe një rënje e importeve të pijeve energjike. Edhe pse konsiderohen të dëmshme, pijet energjike nuk kategorizohen me kode të veçanta në sistemin e raportimit tatimor. Sipas administratës tatimore të Kosovës, kompani që merren me importin e këtyre produkteve nuk janë të identifikuara në mënyrë specifike, pasi shitja e pijeve energjike realizohet nga një numër i madh biznesesh që merren me tregtimin e produkteve ushqimore, përfshirë marketet dhe subjektet e tjera tregtare. Ndërkohë, me 5 dhjetor 2024, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parem projekt ligjin për ndalimin e përdorimit të pijeve energjike për personat nën moshën 18 vjeçare, por ligji ende nuk është miratuar përfundimisht. Ky projekt ligj synon të mbrojë shëndetin e të rinjeve nga efektet negative të këtyre produkteve. Deri në miratimin përfundimtar të këtij ligji, ekspertët e shëndetit publik vlerësojnë se ndërgjegjësimi i të rinjeve dhe informimi i publikut mbetet një nga mënyrat kryesore për të parandaluar konsumimin e tepërt të pijeve energjike dhe për të mbrojtur shëndetin e tyre.